Përshëndetje të dashur nxënës, jemi me e-klasën, unë jam Seladina Abdulli, ndërsa ju ndiqni për lëndën edukimi qytetar. Tema e ditës së sotme është pra ngjashmëritë dhe dallimet mes njerëzve në shoqërinë qytetare. Qëllimi i kësaj teme është që të kuptohen pra nxënës ngjashmëritë dhe dallimet mes njerëzve, si dhe përfitimet nga bashkëjetesa në shoqëri multikulturore. Pra, kush janë përfitimet nga jetesa në një shoqëri, do thotë në të cilën kulturat dallojnë, edhe kush janë ngjashmëritë dhe dallimet mes njerëzve. Qytetaria aktive. Karakteristikë themelore e shoqërisë qytetare është e drejta e të gjithë qytetarëve të marrin pjesë në jetën shoqërore. Kjo është një nga shtyllat themelore të demokracisë. Kjo thotë se secili qytetar në mënyrë të ndryshme pra mund të vendosë ose të marrë pjesë në vendimet që kontribuojnë në krijimin e kushteve për zhvillimin dhe për jetë pra cilësore. Pra, çdo njeri brenda për brenda një shoqërie mund të bëj diferencën dhe mund të bëj dallimi. Pra, qytetaria aktive nuk kupton se çdo njeri brenda bashkësisë ku jeton ka të drejtë, qoftë përmes aktiviteteve vullnetare, qoftë do të thotë përmes organizatave jo qeveritare apo formave të tjera të ndryshme të organizimit, do të thotë mund të kontribuojë në krijimin e kushteve dhe në pra zhvillimin e bashkësisë në të cilën ai jeton. Respektimi i parimeve një tjetër karakteristikë do të thonë e shoqërisë qytetare, e cila gjithashtu konsiderohet si shumë e rëndësishme, është pra i këtyre parimeve, do thonë respektimi i parimeve themelore, siç është pra liria, pra drejtësia, barazia, respektimi i dallimeve dhe të drejtave të të gjithë njerëzve. Pra, pa respektimin e parimeve, do thonë bazë, siç janë pra liria e cila fillon aty ku mbaron pra liria e tjetrit, drejtësia e cila është shumë e rëndësishme, barazia mes njerëzve, respektimi i dallimeve, pra pavarësisht se njerëzit sa të ndryshëm të na duken, do thonë ne duhet të respektojmë dallimet të çfarë do forme qofshin ato. Pra fillimisht duhet njerëzit të njohim edhe pastaj pra të gjykojmë. Dhe të drejtave të të gjithë pra njerëzve. Vetëm kështu pra mund të zhvillohet një shoqëri e shëndosh duke u respektuar pra këto parime. Në të kundërtën pra gjithmonë do të kemi ngecje edhe probleme të cilat do ta stagnojnë pra shoqërinë edhe bashkësinë në të cilën neve jetojmë. Diversiteti kulturor, pra vendi në të cilin jetojmë është shoqëri demokratike, qytetare ku jetojnë pra së bashku disa kultura dhe respektimi i këtyre parimeve është i garantuar me kushtetutë, si akti më i lartë ligjor. Pra, kur themi se në vendin tonë jetojnë pjesëtarë të kulturave të ndryshme, mendoj se pjesëtarë të bashkësive të ndryshme etnike, të bashkësive të ndryshme fetare, pjesëtarë që flasin gjuhë të ndryshme. Të gjitha këto kultura janë specifike, janë të ngjashme, por edhe të ndryshme mes vete. Pra, në Maqedoni jetojnë shqiptar, jetojnë maqedonës, jetojnë rom, jetojnë vlleh, jetojnë serb, jetojnë grek, jetojnë bosnjak, jetojnë bullgar, pra jetojnë të krishterë, jetojnë musliman, do thonë jetojnë njerëz të cilët janë të kulturave të ndryshme, njerëz të religioneve të ndryshme, edhe të karakteristikave të ndryshme, por të gjitha këto pra janë sa të ndryshme aq edhe të ngjashme, sepse në esencë kanë njeriu. Edhe duhet të dimë dhe se gjithmonë, do thonë pavarësisht se sa të ndryshëm njerëzit janë nga neve, ato janë njëkohësisht edhe të ngjashëm me neve. Çfarë duhet të dimë për kulturën? Me termin kulturë në kuptohet mënyra e jetës së pjesëtarëve të një shoqërie të caktuar apo e grupeve të caktuara në kuadër të asaj shoqërie. Kjo thotë se kur themi kulturë nuk mendojmë vetëm për muzikë, art, literaturë etj. Kultura përfshin edhe mënyrën në cilën njerëzit në një shoqëri të caktuar komunikojnë mes vete, pra mënyra se si ne flasim, mënyrën me të cilën pra se si ne vishemi, çfarë dhe si ushqehemi, zakonet që kanë të bëjnë me kurorëzimin, pra darsmat. Nga ana tjetër, jeta në familje, mënyra se si zhvillohet pra një familje brenda saj, mënyra e kryerjes së punës pra, ceremonitë religjioze, ceremonitë pra fetare, por madje edhe plotësimi i kohës së lirë pra tek kultura. Elementet e kulturës mund të jenë edhe besime, ide, thënie gojore, pra tregime të ndryshme, vlera, por edhe objekte arkitektonike, simbole, vepra artistike, ose nga ana tjetër edhe teknologji dhe të ngjashme. Pra të gjitha këto duhet të dimë që ta kuptojmë pra
kulturën. Themelore për çdo kulturë janë idetë që përcaktojnë se çfarë është ajo që konsiderohet si e rëndësishme, e vlefshme dhe e dëshirueshme. Këto ide abstrakte i paraqesin pra vlerat që pjesëtarët e një kulture të caktuar i kultivojnë dhe sipas të cilave udhëhiqen në sjelljen dhe veprimet e tyre në shoqërinë në të cilën pra jetojnë. Ndërsa normat, përderisa vlerat paraqesin ide, dhe thonë në bazë të cilave njerëzit udhëhiqen, për atë se çfarë është e drejtë ose e gabuar, normat paraqesin rregulla. Pra janë rregullat e sjelljes, normat që janë rregullat e sjelljes brenda një shoqërie. Rregullat e sjelljes pra që e reflektojnë ose vendosin vlerat kulturore. Vlerat dhe normat bashkarisht e formojnë mënyrën në të cilën anëtarët e një kulture të caktuar sillen në rrethin e tyre. Pra, normat janë standardet, të cilat, do thonë, na i sjellim pra në një shoqëri rregullat e i vendosin para një shoqëri rregullat e sjelljes, mënyrën se si do sillemi neve brenda një shoqërie. Për shembull, në Japoni, sa për të kuptuar pra normat edhe vlerat, në Japoni është tërësisht e pranueshme kur ju pini supë edhe do thonë thithin duke bërë zhurmë supën. Kurse nga ana tjetër, në shumë kultura kjo konsiderohet si sjellje e pahishme. Gjithsesi pra, edhe në kulturën tonë, në traditën tonë, pra konsiderohet, do thonë, një sjellje e pahishme nëse ne bëjmë zhurmë duke pirë supë. Te ne gishti i madh i ngritur lart, pra një like tregon diçka pozitive, por në Malezi për shembull, një gest i tillë konsiderohet si shumë ofendues. Pra, dallojmë. Dallimet kulturore mund të jenë edhe shkak për konflikt. Më lart u theksua se të gjitha kulturat dallojnë prej njëra tjetrës, por megjithatë, secila kulturë është po aq e rëndësishme. Është interesante të dihet se objekte, aktivitet ose ngjarje të njëjta në kultura të ndryshme mund të kenë kuptim pra të ndryshëm. Për shembull, në disa kultura ngjyra e bardhë është shenjë e lumturisë dhe kremtimit të çasteve të bukura. E në ndonjë kulturë tjetër pra është shenjë e pikëllimit, edhe normalisht ndodh shpesh, edhe atë shumë shpesh që dallimet kulturore të jenë edhe arsye për konflikt, edhe të nxjesin pra konflikt, të nxjesin dhunë, të nxjesin probleme brenda shoqërisë, edhe kjo në të shumtën e rasteve ndodh nxënës kur njerëzit nuk dinë pra për kulturën tjetër. Pra, sikur të dishim më tepër për njerëzit të cilët neve na rrethojnë, sikur mos i shqipshim pra të tjerë si një rrezik potencial i cili si dikush i cili don ta rrezikojë pra kulturën tonë, si dikush i cili don ta merr kulturën tonë, cili dikush pra, nëse të tjerët nuk i shohim si rrezik potencial. Dhe nëse mundohemi që të tjerët sa më shumë të njohim, do thonë aq më shumë do të shmangim mundësitë e paraqitjes së konflikteve, të cilat shkak do ta kenë pra kulturën apo dallimet kulturore. Lëvizshmëria ose mobiliteti. Jetojmë në një kohë ku përzierja e kulturave është e pashmangshme. Pra, globalizimi, koha në të cilën neve jetojmë, përzierja e kulturave është diçka gati se pamundur dhe një prej arsyeve që kontribuon në këtë drejtim pra është mobiliteti, lëvizshmëria, pra më e madhe arsimore që në kupton pra arritjen e nivelit arsimor në ndonjë vend tjetër. Pra, transferi apo lëvizja e nxënësve, lëvizja e studentëve nga një vend tjetër, edhe për shembull mundësia e njoftimit me kultura të vendeve të ndryshme. Arsyeja tjetër është mobiliteti i tregut të punës, pra me pas liberalizimi i vizave që mundson pra që dhe ofron mundësi për udhëtim në botë dhe njoftim të kulturave të reja, si dhe interneti. Pra, interneti është një mundësi pra që neve të njohim kultura tjera, neve përmes rrjeteve sociale apo botës virtuale, pra kemi mundësi që të njoftojmë njerëz të natyrave të ndryshme, të kulturave të ndryshme, edhe të kuptojmë pra në lidhje me botët e tyre, edhe normalisht pra lëvizja, mobiliteti apo lëvizshmëria në tregun e punës, ku njerëzit nga një vend në një vend tjetër emigrojnë për punë, edhe liberalizimi i vizave, i cili u mundson njerëzve që të udhtojnë edhe të bëjnë shëtitje, do të thënë nga një vend në vend tjetër për të pa kultura të ndryshme, për të pa njerëz të ndryshëm, edhe për të njoftuar, edhe normalisht për të hapur edhe horizontet e veta.
kur krijojnë kushte për përzihen e kulturave në mënyrë të pashmangshme, krijohet hapësirë për komunikim mes pjesëtarëve të kulturave të ndryshme dhe në këtë mënyrë ata njoftohen mes vete dhe kanë mundësi për të vërejtur se përveç dallimeve kanë edhe shumë ngjashmëri, përballen me sfida të njëjta në jetë dhe kanë nevoja dhe interesa të ngjashëm. Pra, komunikimi është një mundësi për të parë se pavarësisht nëse njeriu ka një fe të ndryshme nga jona, ka një kulturë të ndryshme nga jona, ka një gjuhë të ndryshme nga jona, çdo njeri nga ne do thonë ka problemet familjare, ka problemet me shkollën, do thonë ka problemet çdo bashkëmoshaniku i juaj ka problemet e juaj, do thonë herë mërzitet i bëjë detyrat të shtëpisë, do thonë herë ka probleme në shkollë, edhe kështu me radhë. Pra, edhe pse mund të jetë nga një vend tjetër, nga një kulturë tjetër. Komunikimi dhe njoftimi janë pikë nismëtare për vendosjen e relacioneve pozitive mes pjesëtarëve të kulturave të ndryshme, që mbështetet në disa nga vlerat themelore për bashkëpunim, siç janë sinqeriteti, transparenca, respektimi dhe kurreshja për të mësuar diçka të re. Kjo është e rëndësishme për realizimin e parimeve të shoqërisë demokratike. Dhe e keni ditur se është një rubrikë interesante që na mëson se në vitin 1950 vetëm 4 gjuhë janë folur në institucionet e Bashkimit Evropian, derisa në vitin 2018 zyrtarisht përdoren pra 24 gjuhë. Secili vend antar është prezantuar me gjuhën zyrtare të shtetit dhe rrjedhimisht ajo gjuhë bëhet edhe gjuhë zyrtare pra në Bashkimin Evropian. Ndërsa gjuha angleze pra është një gjuhë internacionale e cila pra është e njohur gati se nga shumica e njerëzve në botë. Vlerat themelore të Bashkimit Evropian janë respektimi i dinjitetit të njeriut dhe të drejtave të njeriut, liria, demokracia, barazia dhe respektimi i së drejtës. Ato janë të përcaktuara dhe garantuara në mënyrë të qartë me karta për të drejtat themelore të njeriut. Si aktivitet në zënës edhe ju çdo herë kur keni një aktivitet është mirë që videot e juaja t'i bëni pauze, që pastaj të keni mundësi të merrni shënime, edhe këto shënime pastaj t'i konsultoni me nxënësit e klasës tuaj, me kujdestarët e juaj, me mësimdhënësit edhe kështu me radhë. Nga lista e vlerave që është paraqitur në slajdin e ardhshëm, zgjedh 10 vlera që janë për ti më të rëndësishme, pra e zgjedh 10. Nëse mendon se ndonjë vlerë personale e jotja nuk është përfshirë në listë, pra mund të ta shtosh. Me këtë zgjedhje e përpilove pra listën tënde të personale të vlerave. Tani, nga kjo listë pra zgjedh 5, pra nga 10 i bën 5, që për ti janë më të rëndësishme. Më pas, pra, mendo se për këtyre 5 zgjidh vetëm 3 vlera që për ti janë më të rëndësishme. Pasi të zgjedhësh 3 vlerat e tua personale, mendo për arsyet se pse këto 3 janë më të rëndësishme për ti. A e kishe vështirë ose lehtë që ta bësh për zgjedhjen? Më pas me nxënësin pranë teje bisedoni për vlerat e zgjedhura. Edhe lista e vlerave personale përmban pra paqe, dashësi, pasuri, fat, sukses, miqësi, famë, fuqi, ndikim, drejtësi, lumturi, dashuri, familje, urtësi, vërtetësi, pranim, guxim, kreativitet, shëndet, përgjithësi, sinqeritet, siguri, optimizëm, motivim, kurreshje e tjerë. Nëse mendoni si diçka nga lista e vlerave personale të juaja këtu mungon, ju mund ta shtoni edhe pastaj do thotë ta shënoni si të juajën. Besoj se edhe kësaj radhe nxënës isha i qartë. Normalisht në shifemi në videot e ardhshme edhe kur të na jepet pra mundësia e ardhshme për të bashkëbiseduar ose për të dëgjuar pra kështu përmes platformës e klasa. Ju faleminderit shumë.